Përshëndetje shenja Briciapit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi pasuri e papritur dhe ata do të kthehen. Kjo javë nis me një ndjesi rikthimi që sjell vlerë. Karta pasuri e papritur nuk është vetëm materiale apo monetare, mund të jetë një mundësi, një ide, një ndjenjë që vjen papritur dhe ju jep shtys. Kur kjo kartë bashkohet me kartën ata do të kthehen, kemi një rikthim. Mund të jetë një person, një situatë, një shans që mendonit se kishte kaluar. Por këtë herë nuk vjen njësoj, vjen me më shumë peshë, me më shumë vlerë. Është sikur diçka që dikur nuk u zhvillua siç duhet, tani rikthehet në një formë më të pjekur. Kjo ju vendos në një pozicion ku duhet të vendosni. A ja vlen t'i jepni një shans të dytë apo thjesht të pranoni vlerën që ka pasur apo që ka dhe të vazhdoni përpara? Në familje kemi të ardhurat të papritura dhe distancë. Këto karta krijojnë një ndjesi të çuditshme në fakt, ku në sipërfaqe gjërat mund të përmirësohen, por brenda mbetet një boshllëk i lehtë. Mund të ketë një ndihmë, një përfitim material apo një situatë që sjell lehtësim praktik, pra ekonomik, por kjo nuk shoqërohet domosdoshmërisht me afërsi emocionale. Është sikur dikush i jep, ndihmon apo kontribon, por pa u përfshirë realisht në nivel ndjesish. Për ju kjo mund të ndihet si një lidhje që funksionon me rregull, por që nuk ju ngro aq sa do donit. Nuk duket si një konflikt i hapur, por si një distancë e heshtur që krijon ndjesinë se diçka mungon. Edhe pse në aspektin praktik, gjithçka duket në vendin e vet. Kjo javë ju bën më të vetëdijshëm për këtë diferencën mes asaj që jepet dhe asaj që ndihet, duke ju shtyrë të kuptoni nëse ju mjafton kjo formë lidhjeje apo kërkoni më shumë afërsi reale. Për disa unë do të thoja që këto karta mund të nënkuptojnë se çështjet ekonomike krijojnë distancë me anëtarët e tjerë të familjes suaj. Në dashuri kemi martesë dhe manifestim. Këto dy karta krijojnë një energji shumë të fortë, që është një energji ndërtimi dhe konkretizimi. Kjo nuk duket thjesht dëshirë apo një ndjenjë kalimtare. Është diçka që po merr formë reale në jetën tuaj. Mund të jetë një lidhje që thellohet dhe bëhet më serioze, mund të jetë një hap drejt angazhimit nëse jeni në një lidhje ekzistuese ose një marrëdhënie ekzistuese, ose mund të jetë një person që hyn në jetën tuaj dhe përputhet me atë që keni kërkuar prej kohësh. Manifestimi këtu tregon që ajo që keni menduar, ëndërruar apo dëshiruar në dashuri ndoshta po fillon të materializohet, por jo pa pjesëmarrjen tuaj, sepse kërkon vetëdije dhe qëndrueshmëri. Është një energji që nuk ndërtohet mbi impuls, por mbi qëllim dhe zgjedhje të qarta. Unë do të thoja që kjo javë sjell mundësinë për të kaluar nga ideja e dashurisë tek realiteti i saj, duke kuptuar se ajo që ndërtoni tani ka potencial të qëndrojë në kohë afatgjatë. Në punë kemi udhëtim dhe shenjë uji. Këto dy karta tregojnë një fazë lëvizjeje që nuk është vetëm praktike, por edhe emocionale. Mund të jeni duke kaluar nga një situatë në tjetrën, duke menduar për ndryshim drejtimi ose duke u përfshirë në një ambient apo projekt që ju prek më shumë se sa prisnit. Kjo lëvizje nuk është e vrullshme, është e butë dhe shpesh udhëhiqet më shumë nga intuita se sa nga logjika. Prania e kartës shenjës së ujit mund të tregojë se mund të keni të bëni me dikë të shenjës së ujit, që mund të jetë një person që ndikon në këtë proces, pra dikush i ndjeshëm ose intuitiv, që sjell një energji tjetër në punën tuaj. Kjo është një periudhë ku nuk mjafton vetëm të mendoni çfarë është e drejtë për ju, duhet edhe të ndjeni se ku po ju çon kjo rrugë. Në prizm orakull kemi vendosmëri.
dhe kjo javë ju kërkon të qëndroni të palëkundur në atë që dini se është e duhura për ju. Vendosmëria nuk është thjesht këmbgulje, por është qartësi e brendshme, pra të mos lëkundeni nga rikthime, nga ndikime të jashtme apo nga emocione kalimtare. Është momenti për të mbajtur drejtimin tuaj në mënyrë stoike, edhe kur gjërat rreth jush ndryshojnë. Paçim.